E pra, koka e këtij ibadeteve, banorët e xhenetit dhe banorët e xhehenemit do të diskutojnë me njëri tjetrin, kështu na ka thënë Allahu. E banorët e xhenetit do t'ju thojnë banorëve të xhehenemit: "Ma salakakum fi saqar?" O filan, pse je në xhehenem? Ata nuk thojnë se dështuam biznes. Ata nuk thojnë se nuk arritëm me kry një punë. Mirë, pa ata përgjigjen e kanë: ne nuk kemi qenë për atyre që e kemi. Salavatet dhe selamet për shëndetit ja dërgojmë më të dashurit ton, pejgamberit ton, Muhammedit alayhi salatu wassalam, ai i cili edhe në çastet e fundit, duke u larguar nga kjo botë, na porositi duke thënë: namazi, namazi. O vëllezër nderuar, sot me lejen e Allahu xhela xhelalu do të flasim për rrezikun e mosfaljes së namazit. Ne kemi thënë se namazi është shtylla e Islamit. Mirë, po sot do të vazhdojmë dhe do të themi se koka e krejt i ibadeteve është namazi. Në rast se namazin e kemi në rregull, krejt çka vjen pas namazit do të jetë në rregull. Mirë, po në rast se ne nuk i kemi punë mirë me namazin, krejt çka vjen pasaj nuk do të jetë në rregull. I madhi Zot na ka porosit në Kur'an duke na thënë: o ju të cilët keni besuar. Pra besimtarve Allahu xhela xhelalu i drejtohet me këtë ibadet. O ju të cilët keni besuar, falni namazin me ruku dhe sejdë dhe vetëm Zotin tuaj adhurojeni, bëni vepra të mira se do të shpëtoni. Pra forma e namazit është kjo: me i ranë në ruku dhe në sejdë Allahu xhela xhelalu. Namazi, vëllezër nderuar, kur flasim për gjeneratat që kanë qenë para neve, forma e namazit, ata që kanë kuptuar namazin, ata që janë kanë jo musliman, kadera e namazit e kanë pranuar Islamin. Ndërsa sot, në kohën që na po jetojmë, aja që besimtari e le namazin, për çka e le namazin, ata që janë jo musliman nuk e kanë një shembull që mundet me i binë me thonë: këta besimtar, këta musliman duhet me u bë unë shkaktar që me hyjë në Islam. Sot na e lajmë namazin, na faltë Allahu dhul xhelal për një aheng familjar. Na sot e lajmë namazin për një vdekje që na ndodh në familje. Na e lajmë namazin, nuk e falim namazin për një udhtim që e bëjmë jashtë shtetit. Na e lajmë namazin, nuk e falim namazin për një smundje të vogël që na vjen. Ndërsa i dërguari alayhi salatu wassalam për më na tregu peshën e madhe që ka falja namazit. E dini çastet e fundit, para se me dal nga kjo botë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë gjendje ka qenë në agoninë e vdekjes. I binte të fikt nga temperatura e lartë, edhe moment që është kthjell, thonte: a e falën namazin? A e falën namazin? Ndihmonëm ta falin namazin. I vetmi adhurim mbajeni mend që Allahu xhela xhelalu e ka bë obligim mbi 7 palë qiej tek arshi i tij përballë pejgamberit alayhi salatu wassalam është namazi. Namazi është bë obligim. Allah i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam: obligim kthehu në tokë, ummeti yt e ka me i fal 50 kohë namazit. Mirë, po pejgamberët e mëhershëm e dinin se çfarë ngarkesë është për ummetin që ka marrë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mirë, po derisa erdh në 5 kohë namazit, mirë, po atë që garanton i madhi Zot, e premton i madhi Zot, atë nuk e tërjek. Tha: o Muhammed, 5 kohë për ummetin tan, mirë, po 50 kohë i ka shpërblim. Namazi, o vëllezër nderuar, një situatë që na liron neve nga mosfalja namazit. Nuk ka asnjë situatë tjetër që me thonë nuk po e fali namazin. Cila është ajo situatë? Vetëm atëherë ku jemi pa vedije. Në qatë moment lirohemi prej namazit. As në frontin e luftës, as me smundje, as në udhtim, në asnjë situatë nuk ka moment prej momenti kur bëhet obligim namazin, e derisa del prej kësaj bote me thonë: kjo është momenti që më liron prej namazit. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: në rast se nuk mundesh me fal namazin në kam,
Ullë fale namazin. Ama jo me la namazin po mdhem shpina. Jo me la namazin po mdhem kama. Jo pe la namazin se po mdhem barku. Nuk ka arsye me la namazin në asnjë situatë. Në rast se nuk mundesh ullë, rat fale namazin. Vllazën besimtar, kjo tregon peshën e madhe që ka namazi. Pa e dini çka është më madhështoria. Ai që do të na shpëtoj ditën kur do të ringjallemi para Allahut. Dëgjoj çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pyetja e parë që do të na bëhet nesër në ditën kur do të dalim para Allahut është: çish është puna jote me namaz? Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, në rast se namazi është në rregull, Allahu do ta pyet robin: o robi jam, hajde ta shohim çish është puna jote me namazin. Kur ka ardhur thirrja e namazit sabahut, ai e ka në xhuma namaz. Kur ka ardhur koha e drekës, ai e ka në puna namaz. Kur ka ardhur koha e yacis, ai e ka të musafirit e loja namaz. Në rast se namazi është në rregull, krejt kanë me shku në rregull. Po në rast se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me namaz nuk i keni punë në rregull, punë tjera çka vijnë pasojna nuk kanë në rregull. Neve Allahu dhul xhelal në jetën e kësaj bote o vllazën nderuar na sprovon me çdo lloj. Në trupin ton. Krijimtaria Allahut është trupi jon. Allahu dikon e ka sprovu pa dorë. Dikon Allahu dhul xhelal e ka sprovu pa kam. Dikon Allahu dhul xhelal e ka sprovu nuk i ka të pamrit e tij. Mirë po jetën e ban, se është jetë. Ama me tha dikush nuk e kesh kryet, edhe po jetoj ke nuk ka ndodhë, nuk ka me ndodhë dhe në kiamet. E pra, koka e keti ibadeteve është namazi. Në rast se na e kena namazin në rregull, edhe gjuha jon ka mu përmirësu. Në rast se kena namazin në rregull, edhe të folurit ton ka me u rregullu. Mirë po dhe puna jon ka me shku në rregull, edhe punët me njëri tjetrin kena me i përmirësu. Mirë po të lash jarë se na namazin, ibadetin kryesor e kena lanë. Dëgjoni çka ka thënë Allahu xhela xhelaluhu në Kur'an. Thot e pas atyre të mirëve, pra gjenerata e artë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët e kuptuan në rëndësinë e këtij ibadeti. Pjesa më e lartë që është koka, që thanë se pa të nuk ka jetë, besimtari e qet pjesën kur ne e shkeli me kam. Tokën, për kam, për Allahun zul xhelal. Ku na i flasim ne kur e qesim ballin sejdë. Ne i flasim tokës, po kreta ato lutje shkojnë tek Allahu xhela xhelal. Tha Allahu dhul xhelal, e pas atyre të mirëve erdhën gjeneratat këqija. Gjeneratat këqija, çka banën këto gjenerata? E la namazin. Për çka e la namazin? Për të mirat trupore tyre, për jetën e kësaj bote. E thot Allahu dhul xhelal, ka me ardhur një ku ata kanë me ardhur në vendin më të keq. Ngaja. Veç që kjo ajet për lancën e namazit është trishtim. Komentatorët e Kuranit kanë thonë ngaja është vend i posaçëm në xhehenemin e Allahu dhul xhelal për lancën e namazit. Pra ai që nuk e fal namazin, le ta dinë se vendin e ka në ngaja, në xhehenem. Nuk ka me thonë unë kam zemrën e mirë, unë nuk i baj keq askujt. Keqen më të madhe jetë ja bë vetës se nuk jetu e ndëgju Allahun. Allahu po thot, o robi jem, hajde fale namazin, bën ruku dhe sejdë. Kjo është kryesorja. Pas asaj, çka do që ndodh, ka më konë më e mirë. Në rast se nuk i përgjigjesh Allahut, nuk e ndëgjon fjalën e Allahut për krijesat, nuk ka rëndësi shumë. Na këtë në fillim e kemi nis dersin ton, në hutbën ton. Ti nxiton namaz në adhurim me shku të njeriu i cili për jetën e tij nuk e ka të sigurt. E na ikun prej Allahut. Allah ka më dhonë, edhe mas gjumas ka më dhonë me hangër, edhe me pi, edhe me të furnizu, edhe me vlad, edhe me familje. Allahu dhul xhelal. E ne kur vje koha e namazit, hajt i kryjm punët e dunjas, po shumë njerëz tu ik prej Allahut i ka zonë vdekja në rrugë. Ku jeni në Tunis o vllazë? Fale namazin. Ndërsa Allahu dhul xhelal vazhdon dhe thot, me përjashtim të atyre të cilët pendohen. Nuk e ka fal namazin. 80 vjet nuk i ka ra nërmen se duhet me fal namazin. Mirë po thot astaghfirullah. O Zot, pa namaz nuk ka xhenet. Pa namaz nuk ka falje. Pa namaz nuk ka mirësi në jetën e kësaj botës tjetër. E thot Allahu, me përjashtim të atyre që pendohen,
thujnë astaghfirullah, bëjmë punë të mira, Allahu xhele xhelalu do t'i shpërblej me xhenet dhe aty nuk ju bën padrejti. Pra i rob besimtar i cili ende është gjallë dhe nuk e ka fillu namazin, le ta filloj namazin, se meleku i vdekjes është të na prit ty dhe mua. Shumë njerëz kanë thënë nesër, mi po që sot ka ardhe gjumaja, ata janë banorë të varreza. S'ka, Allahu dhur xhelal nuk t'jep ty e mundësi me thonë deri nesër. Mirë, po kur e ka caktuar Allahu dhur xhelal, ne do dalim nga kjo botë. Thot Allahu dhur xhelal, o ju që besuat, mos t'ju mashtroj pasuria dhe fëmit nga përmendja Allahut. Çka na largon neve prej faljes së namazit? Punë të dynjas, evladi, angazhimi, puna. Allahu dhur xhelal po thot, mos t'ju mashtrojnë punë të dynjas, as evladi, as familja nga mosfalja namazit. Mandej thot Allahu dhur xhelal, urdhëro familjen me fal namazin dhe vetë qëndronte. Kjo është urdhën, baja dert, baja gajle familjes, por edhe vetit. E ke nis namazin, baja dert e vladja e fali namazin. E gruaja po e fal namazin, baba e po e fal namazin. Pse vllazën nderun? Çka thot Allahu dhul xhelal? Nesër në ditën kur do dalin para Allahut, do dahen banorët e xhenetit dhe banorët e xhehenemit. Mirë, po kena mu pa me njëri tjetrin. Kjo është argument, nuk është imagjinat. Banorët e xhenetit dhe banorët e xhehenemit do të diskutojnë me njëri tjetrin, kështu na ka thënë Allahu. E banorët e xhenetit do t'ju thojnë banorëve të xhehenemit, ma salakakum fi saqar. Do të na pyesin, nëse nuk jemi prej atyre që nuk e falim namazin, baba, vllau, motra, shoku, miku, ata që njihen me zveti, ata që janë konë në dunja bashkë, mirë po i ka doq kjo. Ata kanë mja bo këtë pytje. Me salakakum fi saqar. O filan, pse je në xhehenem? Ata nuk thojnë se dështu në biznes. Ata nuk thojnë se nuk ka arritëm me kry një punë. Mirë pa ata përgjigjin e kanë, ne nuk kemi qenë për atyre që e kemi falë namazin. Banorët e xhehenemit ja japin përgjigjin kujt banorëve të xhenetit. Pra nëse Zoti na rujt, nuk jemi prej atyre që e falim namazin, jemi në xhehenem, ata që janë namazlik kanë më na pyet prej xhenetit, o filan, pse ti në xhehenem atje në dunja bashkë na kanë? Se kun fal namazin. Përveç kësaj kun bë gare, ju jeni veçini tu lodh, ju jeni tu e hub kohën. Lënë namazin, e shekullit kaluno, moti është namazi, alo ju me namazin. Mirë, po sot është e vërteta. Sot po e kuptoj se jam në xhehenem për shkak se nuk e kam fal namazin. O besimtar nderuar, vallahi jeta bëhet më mirë me namaz. Familja bëhet më e dashur me namaz. Me njëri tjetrin kena mu dash më shumë me namaz, sepse po bashkohemi në saf. Kur gjë nuk na bashkon neve sot përveç se namazi. Me disa njihemi, me disa ju, po çka na ka bë bashkë sot? Thirrja, hajde namaz, kena mi bashku safat, supet me njëri tjetrin, edhe zemrat me i pas bashkë me njëri tjetrin. Andaj e lusim të madhin Zot dhul xhelal, kur ne e lajm namazin dhe se falim namazin, Zoti na ruaj, na po flasim për ata që edhe falen edhe nuk falen, se rreziku më i madh për me mohu namazin, ajo dihet që është, Zoti na ruaj, nëse nuk pendohem janë banorë të xhehenemit. Nëse nuk e fal namazin, nuk është vetëm se fala namazin, mi po i ke shkut lidhet me Allahun xhele xhelalu. E aja që na bën mi majt lidhet me krijuesin është vetëm namazi. I themi Allahu subhana rabbiyal azim, Allahu t'i themi subhana rabbiyal ala. Kur kush nuk është më i larti se ti, ti je më i larti. Ti na i fal mëkatet, ti na furnizon, ti na jep mira, edhe shpresojmë se me këto të mira dhe nimetet që ti na ke porosit, dhe këto urna që ne i kryjmë me na i dhanë xhenetin tanë. Në fund, kërkoni falje Allahut, se me të vërtet Allahu është falës dhe është mëshirues.